pastaj të hapet rruga për formimin e qeverisë, por duket hapur që ende mungon vullneti i opozitës për të dhënë kontributin e tyre që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. Jemi në një situatë ku ata nuk po marrin pjesë në votim edhe përkundër faktit që gjykimi i gjykatës kushtetuese thekson që deputetët në seancën konstituive duhet të jenë të gjithë pranishëm dhe duhet të votojnë për, kundër ose abstenim. Propozimin e LDK-s si e shihni? Vetëm sa ta ndërpres ose ta përfundoj fjalën time. Pra për mua është e paqartë ose i paqartë pozicioni i tyre që fare nuk marrin pjesë në votim për komisionin. Në mënyrë që të vazhdojmë me votimin e fshehtë, është votim shumë demokratik për shumë pozicione në Republikën e Kosovës, përfshirë këtu edhe presidentin, si më thënë, shfrytëzohet ose parashihet votimi i fshehtë. Prandaj edhe nuk e kuptoj si pozicion, megjithatë urojmë që të reflektojnë. Sa i përket qëndrimit të LDK-s, pas letrës që i ka drejtuar kryetari i lëvizjes vetëvendosje, mendoj që është e papranueshme që të injorohet vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk është që kemi pasur zgjedhje para 2-3 viteve, ne zgjedhjet i kemi pasur në Republikën e Kosovës para 3 muajve. Prandaj ka një tendencë të hapur që ky vullnet i popullit të injorohet. Ju e dini që lëvizja vetëvendosje sot është subjekti më i madh në vend, me mbështetjen më të madhe qytetare, dhe kryeministri Kurti është po ashtu kandidati me më së shumti mbështetje nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Prandaj kushdo që tenton me injoru këtë vullnet ka gabim dhe kjo fare nuk mendoj që mirë kuptohet nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Faleminderit.